أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم جل جلاله falenderojmë prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë për pejgamberin alayhi salatu wassalam salavat dërgojmë nusmi Allahun jalla jalaluhu që Allahu jalla jalaluhu në këtë ditë të begat ti pranon adhurimet tona ti shton begatit dhe mirësit e ti Allahu jalla jalaluhu thot në surët të Tawba بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فت الله جل جلاله me të vërtet numri i muajve të Allahu Gjelle Gjelaluhu është 12 sipas librit të Allahut prej ditës që i ka kriju qiejt dhe tokën 4 prej tyre janë të shenjt ky është besimi i drejt e në këto muaj mos i bani pa drejtësive të vetës tuaj ne vëllezër të dashur prej ditës së djeshme jemi në vitin e ri 1447 hijri. Prandaj lusmi Allahun Jalla Jalaluhu që viti i cili ka kaluar Allahu Jalla Jalaluhu e pasdvan të gjitha të këqija dhe fatkeqësit që i kanë përjetu njerëzimi Allahu Jalla Jalaluhu t'i largon sfidat dhe sprovat të cilat i kishim më parë. E lusmi Allahun Jalla Jalaluhu që viti i cili po vjen Allahu Jalla Jalaluhu të lëshoj mëshirën e ti, mirësinë dhe begatit e ti dhe t'i largon sprovat dhe sfidat të cilat do t'i godet njerëzimin. Prandaj lusmi Allahun Jalla Jalaluhu veçanti për muslimanët besimtarët musliman të cilat vitet të cilat kaluan i kishin problemet dhe persekutimet, vrasjet, plagosjet dhe gjitha të këqijat të cilat i u kishin kënosur nga armiqt që kur erdhi Islami, dini i Allahu Jalla Jalaluhu. Prandaj e nisim këtë vit duke e lanë vitin e kaluar me shumë sfida, me shumë humbje, si në aspektin individual, po ashtu edhe në aspektin shoqëror, ku si pasoj e dobësimit të përçarjes së muslimanëve dhe neglizhencës, ato i psuan gjitha të këqijet apo sfidat, sprovat të cilat Allahu Jalla Jalaluhu i kishte goditur. Prandaj për të na dhënë men Allahu Jalla Jalaluhu e përmend një ajet ku thot wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Allahu Jalla Jalaluhu në këtë ajet thot jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se një lojë, një përjetim mashtrues. A thu sa prej neve e bojmë matematik vetën tonë për çdo ditë, për çdo javë apo për çdo muaj se kush sa prej neve ban vepra të mira dhe sa na kanë ikur apo kemi bën lëshime gjatë dështimit të jetës tonë. Prandaj Allahu Jalla Jalaluhu na e përkujton me këtë ajet dhe se na thot se të keni kujdes nga se jeta ju mashtron. Nga se kjo dunjo nuk është diçka tjetër vetëm se një lojë që është mes jush të cilët më keni besu dhe armiqve
të cilat i keni përreth. Prandaj për mi njoft armiqt të cilat i kemi përreth janë të shumt. Mirë po besimtari musliman me përkujtimin që Allahu Gjelle Gjelaluhu gjithnja na përkujton mes librit të tij dhe përmes haditheve të Muhammedit a.s. duke na i të rëhequr vërejqen dhe duke na thonë se jeta e kësaj bote është një mashtrim. Prandaj mos u mashtroni me armiq të cilat ju rrethojnë dhe ju mashtrojnë me lojrat e tyre. Prandaj haku dhe e vërteta është e qartë, nga se ne jemi musliman dhe nuk duhet me pasu dikan tjetër përveç se legjislacionin e dinit islam. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bon që besimtari musliman për çdo ditë e harxhon jetën e vetë, i harxhon dakikat apo minutat e veta dhe afrohet sa ma afër përfundimit të jetës së tij. Prandaj disene që janë shumë të rëndësishme, vdekja dhe risku janë të pandara. Dhe se besimtari musliman nuk e përfundon jetën e tij, apo themi Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ja merr shpirtin e tij, vetëm se e ka përfundu edhe riskun e tij. Prandaj për çdo vjet njeriu afrohet sa ma afër jetës së amshueshme, dhe se patjetër se muslimani i cili është i zgjuar dhe ai i cili e llogarit jetën e tij, nga se ne kemi argument të partë e tonë të cilët nuk janë më në mesin tonë, dhe se për çdo vjet na mungon dikush në familje apo në shoqërinë tonë, dhe se sa herë kur e përcjellim dikan duhet me e pas parasysh çdo kush prej neve se ka mundësi që rendi pas atij me qenë njëri prej neve. Prandaj vëllezër të dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu përmes këtyre muajve të cilat i ka cekë në Kur'an, ku thash se Allahu Gjelle Gjelaluhu vitin e ka përmbledh mes 12 muajve, e këtu i ka përmen edhe 4 prej tyre të cilat janë të shenjtë. Muajt e shenjtë, vëllezër të dashur, janë 4 prej tyre, 3 janë njëri mas tjetrit. Që thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, muaj Dhulqa'da, Dhulhijja dhe muaj Muharram janë njëri mas tjetrit, dhe muaj Rajab i cili vjen para muajit Shaban. Prandaj ne sot jemi në muajin Muharram që pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka shpjegu rëndësinë e tij. Prandaj shtrohet pyetja se pse filloi viti me muajin Muharram, kurse ne e dim se edhe ne e quajmë si muaj ose muaj i hijretit. Mirë po në historinë islame mësohet se hijreti nuk ka ndodhur muajin Muharram, po ka ndodhur muajin e Haxhit, muajin e Dhulhijjes. Sepse në muajin e Dhulhijjes kishte ndodhur një ngjarje e madhe, e cila ishte beslidhja e Aqabas, e cila ju kishte sjell besimtarëve musliman begati të mëdha. Dhe se me fillimin e muajit Muharram, besimtarët musliman e kishin morë veten dhe kishin formu një administrat, një shtet të cilin kishin fillu me ngrit përmes legjislacionit të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka sjell enkas për besimtarët. Prandaj, nga se ndodhi ky rast shumë i madh i cili
besimtarët musliman triumfuan që prej momentit që pejgamberi a.s. bani hijret në Medinë me urdhrin e Allahu xhalla xjalaluhu. Kjo ngjarje e madhe e bëri që Allahu xhalla xjalaluhu ta fillon vitin e hijretit ose vitin hijri me muajin e parë, muajin Muharram. Kështu që nga dobit e këtij muaji që pejgamberi a.s. na i ka përmend dhe na i ka lënë amanat, është që ky muaj shumë me vlerë, ky muaj i shenjtë për besimtarët musliman, rëndësia e madhe se në këtë muaj ka ndodhur shumë ngjarje. E njëna prej atyre është edhe shpëtimi i Musës a.s. nga armiku më i madh i tij Firauni, lanetullahu alayhi. Në këtë muaj, vëllezër të dashur, të ne dita e 10 me 10 Muharram e kanë përmend një ditë që kanë thonë të na dita e Ashurës, që nuk ka lidhje kjo punë me ndonjë festë apo me ndonjë gëzim të madh në Islam, mirë po është një ngjarje e cila ka ndodhur mes Musës dhe Firaunit, dhe se historia islame na ka mësuar se Musa a.s. përmes mrekullive, mucizeve të tij, Allahu xhalla xjalaluhu kishte shpëtuar nga armiku i tij, i cili ishte armiku më i madh i umetit islam në kohën e Musës a.s. dhe se kur erdhi momenti që Allahu xhalla xjalaluhu përmes këshillave të Musës i ja kishte tërheq vorejqen Firaunit, mirë po Firauni me një madhsinë e tij nuk ju bind fjalëve të Allahu xhalla xjalaluhu, dhe momentin e fundit kur e pa vdekjen, kur e pa përfundimin, nga se dështoi çdo forcë të cilën ai mendonte se ishte Zot për çdo sen, atëherë ju përkul Allahu xhalla xjalaluhu, mirë po Allahu xhalla xjalaluhu nuk e pranoi teuben, pendimin e tij, dhe e shpëtoi Musën a.s. Si e shpëtoi Musën a.s. me një mrekulli që nëse njeriu ndalet dhe mendon përmes logjikës së tij, do thot i duket se është e pamundur. Mirë po për Allahun xhalla xjalaluhu çdo sen është e mundur, dhe se Allahu xhalla xjalaluhu e ndau detin për gjys, dhe i tha Musës dhe popullit të tij, tha ec dil andej, derisa Musa doli në Bregdet, kur e pa Firauni detin e ndar, mendoi se edhe ai do të shpëtoj, mirë po kur u fut në lojën të cilën e kishte përgatit kurthën Allahu xhalla xjalaluhu, atëherë e përmbyti atë me gjithë ushtrinë e tij, dhe kështu shpëtoi Musa a.s. Kjo ngjarje e madhe e cila kishte ndodhur në kohën e Musës a.s. mbeti në historinë tonë deri në ditët e sotshme, dhe se Muhamedi a.s. kur shkoi në Medinë i gjeti qifutët të cilët e madhëronin këtë ditë me agjërim, dhe se Muhamedi a.s. i pyeti se pse e agjëroni këtë ditë, ata i thanë se kjo është dita e shpëtimit të pejgamberit ton Musës a.s. Dhe pejgamberi a.s. çka ju tha shokëve të vetë, tha na kemi hak më shumë se sa kanë qifutën ndaj Musës a.s. nga se Musa ka qenë vllau im, ka qenë pejgamberi i Allahut, dhe se edhe ne do të agjërojmë këtë ditë, jo për inat të qifutëve dhe jehudive, por kjo mbeti suneti Muhamedit a.s. ku than ulemat, por mos t'i pasu ato
ne duhet të agjërojmë një ditë para apo një ditë pas, ose agjërojmë ditën para Ashurës, ditën e Ashurës dhe një ditë pas, që t'i kundërshtojmë jehudit, nga se suneti i atinve nuk duhet të përputhet me sunetin e Muhammedit a.s. nga se ata e traftun Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe e traftun fjallën e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Prandaj, sigurisht që koha rjedh ashtu siç e ka kriju Allahu Gjelle Gjelaluhu. Do të thotë siç thënë se Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka kriju vitin nga 12 muajt e vitit hijri. Këto 12 muaj janë të gjithë të Allahu Gjelle Gjelaluhu, mirë po muajt e shenjtë janë më me vlerë të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe se në këto muaj Allahu Gjelle Gjelaluhu bëri dobi dhe vlera dhe i dha rëndësi që besimtarët musliman t'jenë të mbrojtur dhe t'jenë nën sigurin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. E njëna prej tyre është edhe, si që thasë në këtë muaj, agjërimi që ka thonë pejgamberi a.s. pas Ramazanit, agjërimi më i mirë që e donë Allahu Gjelle Gjelaluhu është në muajin Muharram. Dhe se thot pejgamberi a.s. se në këtë muaj Allahu i shlyen mëkatet e vitit të kaluar. Që Abdullah ibn Abasi për ajetin që e lexova thot në fjalën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, fela tadhlimu fihinna anfusikum, thot Abdullah ibn Abasi që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka pas për qëllim që besimtarët musliman të mbrohen nga gjunohet të këtij muaji, nga se nuk është gjunohi i njëjtë si kurse në muajin Muharram dhe në muajin Safar, nga se gjunohi në muajin Muharram është më i madh, mirë po edhe shpërblimi nga veprat e mira janë më të mëdha. Thot Abdullah ibn Abasi, mandje edhe gjunohin Allahu Gjelle Gjelaluhu e konsideron më të madh. Prandaj nga kjo aludon se e kundërta e kësaj është se kur besimtari me bamirësin e ti atëherë e ngrit edhe më lartë vepra, nga se shumë fishohet sevapi në këtë muaj. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu përmes një ajeti të cilën e thot në suratul Bekara, që e ka përmend dhe ka thonë se mbytyja në këtë muaj është ndaluar për ata edhe në këto muajt Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka quajt muajt e ndalesës. Minha arba'atun hurum, do të thot prej tyre, prej 12 muajve 4 prej tyre janë që ndalohen gjërat. Do të thot ne e dim se haxhilerët derisa janë në ihramin i kanë disa dispozita. Njëna prej tyre është edhe nuk guxojnë me mbyt as kafsh çdo sen e cila ka shpirt. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu suratul Bekara e përmend dhe thot yes'alunaka 'ani shahril harami qitalun fihi kul qitalun fihi kabir. Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka thonë pejgamberit a.s. kur të të pyesin ti për muajin e shenjtë, për luftën në të, thua ju, luftimi në atë kohë është gjuna i madh. Do thot Allahu Gjelle Gjelaluhu përmes këtij ajeti na e ban me dije se besimtarët musliman në këto 4 muaj duhet të jenë paqësor. Nuk duhet të kenë jedhnime mes vete. Nga se Allahu Gjelle Gjelaluhu e don paqen dhe e don selamin. Jo rastësisht
pas çdo përfundimi të namazit, ne e thojmë Allahume entes selam wa minkes selam. O Zot, prej teje është paqja dhe për ty është paqja. Këtë kuptim e ka fjala Allahume entes selam wa minkes selam. Te barek te ja dhul gjelali wal ikram. Je i bekuar, o Allah, o Zot i madhëris dhe i nderit. Prandaj, në qoftë se besimtarët musliman anojnë ka paqja, do të thot janë paqësor. Dhe se Allahu Gjelle Gjelalu i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të thot mos gabo me bo ndonjë sulm këto 4 muaj. Sulm ndaj armikut tanë. Mirë po, t'jesh paqësor. Mirë po, thot nëse ato janë në paq, qëndro edhe ti me ato në paq. E thot nëse ato sulmojnë, atëherë kundërshtoj. Dhe mbështet që Allahu Gjelle Gjelaluhu, nga se Allahu Gjelle Gjelaluhu i din gjërat dhe i dëgjon. Gjithashtu, gjatë këti muajit, të muajit Muharram, është që agjërimi vullnetar është i dobishëm për besimtarin musliman. Nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka urdhru dhe ka thonë, kush agjeron një ditë të këtij muaji, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ashlyjen mëkatet e vitit të kaluar. Prandaj besimtari musliman duhet me qenë i kujdesshëm dhe duhet me qenë vigjilent që gjatë jetës së tij duhet mundohet me bë vepra të mira, që t'i shtohen sevapët e tij, nga se shpëtim ditën e llogarisë janë sevapët e tua. Dhe nëse ke bon punë të mira në këtë dunjë dhe një jetin i ki pas për Allahun Gjelle Gjelaluhu, atë do të gjesh në ditën e llogarisë. Kështu që pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith ku thot idha mate ibni Adem inqata'a amaluhu illa min 3. Thot nëse ndron biri i Ademit, i ndërpriten veprat e tij, përveç 3 gjërave, përveç 3 veprave të cilat ai ka bën derisa ka qenë gjallë. Njëna prej tyre ka thonë pejgamberi alayhi salam, bamërsia, sadakaja, lëmosha të cilën e ka dhënë derisa ka qenë ai gjallë. E dyta thot diturin të cilën e ka pas, për atë Allahu Gjelle Gjelaluhu i lavdron dietarët. Thot la yastavi alladhina la ya'lamun walladhina la ya'lamun. Nuk janë të njëjtë ato që dinë dhe ato që nuk dinë. Prandaj dituria, shkollimi, arsimi është farz për çdo besimtar musliman. Dhe se nuk guxon muslimani me qenë gjahil, me qenë ignorant, dhe mos mi ditë gjërat kryesore të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka bon ati obligim. Pastaj, çdo dituri e cila vjen pas kësaj është e dobishme. Dhe se ka thonë pejgamberi alayhi salam, nëse ai posedon një dituri në vetveten e vet dhe ja lën pasardhësit, nxënësit, talebës, qirakit, cili do qoftë mas, mirë po, qëllimi duhet me qenë për Allahun Gjelle Gjelaluhu, që qaloje diturin që ai përfitojnë jetën e tij dhe të përfitojnë qirtë pas ti. Nëse e ban këtë, atëherë sevapi ati nuk nalet, ka thonë pejgamberi alayhi salam, derisa dituria ati përfundoje. Mirë po, dituria e dikuj që e len pas dhe len talebe apo len nxënësa, dituria ati nuk përfundon këtu. Prandaj edhe në botën tjetër, ai i merr sevapet dhe i shtohen gradat e tij të mira në xhenet. Një ashtu ka thonë pejgamberi alayhi salam, edhe ai prind i cili e rrit një evlat të hajrit dhe e mëson ata se çka është Islami dhe e mëson se çish duhet me bën dua për prindin,
thot nëse fëmia i atij i ngrit duar dhe e lut Allahun xhalla xjalaluhu për babën e tij dhe për nanën e tij, Allahu xhalla xjalaluhu i ngrit derexhatet, i ngrit shkallët e tij në xhennet. Prandaj ne elusmi Allahun xhalla xjalaluhu që viti i cili shkoj Allahu xhalla xjalaluhu na ket fal, na ket mëshiru. Dhe elusmi Allahun xhalla xjalaluhu çdo gabim që e kemi pas Allahu xhalla xjalaluhu përmes vitit i cili po vjen, Allahu xhalla xjalaluhu mos na i përsërit këshijat tona. Lusmi Allahun xhalla xjalaluhu që përmisohemi edhe më shumë vitet të cilat po vinë. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanat kudo që janë, e sidomos atje ku po mbyten e ku po vritën, Allahu xhalla xjalaluhu ta sjell paqen përmes këtyre muajve. Lusmi Allahun xhalla xjalaluhu që çdo fatkeqësi, çdo bela e cila ka pas për të na godit, Allahu azza wa jall e baf që mos të vinë ato në vendet e besimtarëve musliman. Dhe e lusmi Allahun xhalla xjalaluhu që nesër haxhilerët ton inshallah kanë me mri rahat, mirë, shëndosh në vendin ton. Dhe e lusmi Allahun azza wa jall që të kthehen siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, të kthehen ashtu siç i ka linë nana e tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum inna Allaha ghafurur rahim.